Samiti i planifikuar mes Donald Trump dhe Vladimir Putin në Budapest është shpezulluar ndërsa përpjekjet për të nisur negociata të vërteta për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë kanë ngecur. Sipas burimeve diplomatike gjatë një telefonate më 16 tetor, presidenti rus Vladimir Putin përsëriti kushtet e panegociueshme të Moskës, njohjen nga Kievi të kontrollit rus me të gjithë rajonin e Donbasit. Aktualisht ushtria ruse kontrollon rreth 88% të këtij territori, përfshirë pjesë të distrikteve të Donetskut, Luganskut, Zaporizhjas dhe Khersonit. Kjo kërkesë do t'i jepte Rusisë rreth 12% shtesë të territorit të Ukrainës, një ultimatum që qeveria ukrainase e konsideron të papranuar. Pavarësisht përpjekjeve të Trump dhe këshilltarëve të tij për të ringjallur dialogun, Washingtoni ka kuptuar se Putin nuk ka ndryshuar qëndrim që nga takimi i tyre i fundit në Alaska më 15 gusht. Në këto kushte ideja e vetme që po diskutohet është ajo e zgjidhjes koreane, ndalimi i luftimeve përgjatë vijës aktuale të frontit pa nënshkrimin e një traktati paqe. Kjo do të nënkuptonte një armëpushim të pacaktuar me rusët që do të mbanin në kontroll territorit e pushtuara por pa njohje zyrtare ndërkombëtare. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky duket se ka hequr dorë nga kërkesa për antarësimin e menjëhershëm të Ukrainës në NATO, pasi Trump e përjashtoi këtë mundësi nga dokumentet e aleancës. Përballë qëndrimit të ngrirë të Washingtonit, vendet kryesore të BE-s përfshirë Francën, Gjermaninë, Italinë, Poloninë, Norvegjinë dhe Finlandën po përpiqen të mbushin boshllëkun duke rritur furnizimet me armë për Kievin. Trump ndërkohë ka lejuar shitjen e pajisjeve ushtarake partnerëve të NATO-s me qëllim që ato t'i kalojnë më pas Ukrainës, por ky mekanizëm po ecën ngadalë dhe nuk i plotëson nevojat urgjente të ushtrisë ukrainase.